A ka garanci në ndërtim? Garanci ndërtim ka, po mendoj prap lidhemi gjithmonë me ndërtues. Sado që ty të garanton një ndërtues, nëse nuk është në rregull, po mendoj nuk ja vlen me ble, edhe nëse ty tash kushtimisht po themi 200-300 euro, 500 euro, 1000 euro, 1 metër katror, po nëse nuk është në rregull nuk ja vlen as 50 euro mi dhon për atë ndërtim, pavarësisht garancionit që mundet me t'i dhon. Për shkak që ti s'munesh mu ene për gjykata 4-5 vjet edhe me thon hajde mas 4-5 vjetë ta kem finalizu ty qatë pron, shpirtnisht nuk nihesh mirë. Po. Kështu që mirë është gjithmonë me bisedu realisht me një person përgjegjës, i cili po konkretisht sikur rasti që jemi ne si agjencione, e zgjedh një agjencion të mirë, që ti mundesh me pas besim tek ai edhe i thuaj që mbas kërkesës tone çysh dëshiron zgjedh një pronë ku mundet me kanë e përshtatshme për kërkesën tënde. Po. Apo ndryshon mënyra e blerjes online ose fizikisht? Tek pjesa e ndërtimit online zakonisht nuk funksionon blerja. Raste janë shumë të rralla, nashta prej që nën vite që jena në treg, ka ndodhur dikush me e ble me bani pazar thjesht përmes telefonit. Shumica e njerëzve që dëshirojnë me ble një pronë kanë dëshirë me ardh me e prek fizikisht pronën, për dallim prej bizneseve tjera që ti një por puca mundesh me ble domethënë shumë lehtë online edhe mos pëlqejsh tek e fund është kosto e vogël. Mirë po pjesa e banimit është shumë e rëndësishme me ardh me e pa. Se ndryshe ndoshta mundesh me pas një përshtypje në bazë të foto video, po ndryshe është kur ti hen domethënë edhe shkel çdo pllomb të asaj prone. Kështu që më mirë është normal se ti ki me bën një investim jetësor, aty nuk është sot për nesër, llogarit që ti ki me marr çat investim për ton jetën, edhe është shumë e rëndësishme me ardh me e pa me e prek as më tepër me ditë prej kujt pe e blen çat pronë.